kishë gjasa me u taku me Kosovën. Po, me humbjen e sotme, Shqipëria mbetet në vazën e tretë, aty ku tjetë e Kosova, dhe shmangët për balja, cilën nuk besoj që do ta dëshironim. Apo jo, prof? Shqipëri-Kosovë. Sport është duhet mu taku. A, dëshiron ti në përballje të tillë? Po, sigurisht do t'jetë sportive ajo, po ju ti qapo ta merr mendja. Kush ju? Ti me bashkë disa shokët e tu. Lufta me gazetarët gjithmonë është e humbur, profesor. Jo, unë nuk, po bëj luftë, unë dëshiroj që prej studiove me dalë një porosi shumë edukative, ajo është që na du të jemi të lumtur që kemi 2 kombëtare, sepse hapëm një temë që se kemi planifiku. I kemi 2 ekipe kombëtare shqiptare të cilët zbashku pretendojnë të kualifikohen në kampionatin botror që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanadë dhe Meksik. Bravo. A do t'ishte me ta kishim vetëm një? Dhe do t'ishte gjithmonë, do t'jetë, është në të mirë shqiptarëve, do t'ishte të kemi vetëm një kombëtare, sepse duke më pasur se tash kemi 2 mundësi. Një kombëtare, në kupton, një shtet fuqishëm ekonomikisht, në një shtet fuqishëm ekonomikisht ku konkurenca është shumë e madhe, çdo herë do të kualifikoheshim në kampionatet botërore. Dhe imagjinoni çdo herë. Imagjinoni mbrojtjen me çfarë ekip apo një ekip ku do të jetë ta nxojmë mbroja edhe pse sot u lëndu Zhegrova, Rahmani e tjera, mos s'do tim, po edhe kështu të dy kombëtarë na duhet me i dasht. E jo me kriju rivalitet, edhe prej studiove tona duhet me dal vetëm ato elementet më pozitive të cilët na bashkojnë, na afrojnë, sepse unë mendoj që herët e vonë bashkimi do të ndodhë dhe do të kemi një kombëtare. Dhe kemi obligim që kretë sakrificat që janë bo, të gjitha tek e fundit të dini cili është amaneti i dëshmorëve, cili është betimi i ushtarëve të UÇK-s. I dini kretë këto, dhe tash kur them se është në të mirë shqiptarëve një kombëtare, ajo nuk e kom thonë une, as nuk jam ma patriot se ti e din ato, shumë mirë, e të shmoj edhe të shmoj, po jo me kriju polarizime dhe ndasi. Po pro, nuk janë që t'nitin mendim, si ti? Jo, kështu, e tash po devion. Unë mendoj ata që mendojnë mirë. Po thëmë që nuk janë që t'nitin mendim, njëre për tyre është të diri duni, besaj. Vesh digjo. Ose dhe blindi. Digjo pak, ekipi i jonë, kur flasë për një kombëtar, unë flasë për një shtet, ku do t'jetë ekonomia ma e fuqishme, ku do t'kemi ushtrinë ma të fuqishme, policinë, është puna e politikës. Do t'kemi ma shumë. Për shembull, edhe nëse është kjo veç dëshirë imagjinore që me u bashku, për shembull. Si po mendon dëshirë? E din ti amaneti, e din se me shekuj luftohet. Çfarë imagjinore? Nuk është imagjinat kjo. Ne thash, edhe nëse është veç dëshirë imagjinore, pse na duhet me u distancu për kësaj punë? As kemi nevojë me u distancu. Edhe nëse është veç dëshirë imagjinore, po them, sepse dëshira ekziston, edhe domethënë na në momentin që po flasim nuk jemi 2 kombëtare, jemi domethënë 2 kombëtare, nuk jemi një, po edhe po të ndodh në ta. Po duhet të gëzohemi sukseseve të dyave, duhet mi dash të dyave. Edhe kjo duhet me qenë porosia që shkon nga ky studio, është ftesë për lojtarë të ri që ka shumë që janë në perëndime që kanë lindë, që kanë qenë në migrim, me i ftu që me i mbrojt gjynat si të Kosovës edhe Shqipërisë, ata le të zgjedhin, ata le të vendosin, sepse kanë obligim kombëtar me lutë për shqiptar. Kjo duhet me dalë prej studiove. Jo me kriju rivalitet të panevojshëm, se këta janë më të mirë, këta janë më të dobët, këta po na i marrin, ata s'po na i marrin. Kjo nuk duhet me dalë prej studiove.